Harkimi i lartë. Krejtësisht i gabuar. Lapi ka marrë avantazhin. Zirin që të luaj i fundit me topin. Pasim i mirë të përcjellim këtë aksion. Harkimi, topi nuk ishte da me Kuran Berishën. Djenit Isufi, ja Berisha e kthen mirë këtu te Isufi, çfarë mundësie, 1-0. Edhe njerë tjetër, Berisha e lë për Isufin. Në zvete vetëm zonën e barazhit dhe kush bie direkt në gjurën e fundit, nëse natyrisht Suare kapitan. Por është herët, duhet presim që të përfundojnë 90 minutat e Margono. Baton e Zirit. Zero me 0 sfidat Frën Kilish dhe Gatër Prishtina, Gjilani. Pasemi në dhellësi. Deviodovi dhe përfundon te Margono, krejtësisht i pa punë në gjysmore lojë. O, topi shumë i fortë. Lamqe për Jovanovski, çfarë gabimi e Kuran Berisha, 2-0. Fali portierit Jovanovski, apo më mirë thënë i portierit, nuk pati sheni këto. Lamqe e dhuron topin të e Kuran Berisha, goli numër 11. Falenderoj Franko Lamqen këtu, besoj. Margono. Nuk është dërzi Margono, por e largon. Pasimi brava Margono me gjatësi. Rondaj Ferizajt pas 15 minutave sërish bashkë. Shohim Avdulli me arkimin e ti, Tollovi, goditja intervenon Margono, tjetër gjuhetje e Sadriut, në duar e ka portieri Margono, rasti më i miri. Pasimi brava Labjani, mirë te Filip Gligorov, që e kthem për mrekulli shtylla. Edhe njerë tjetër, harkimi fenomenal i Gligorovi, pani shkëlqyer shumë hap lojën këtu te Gligorov, pastaj goditja me kokë. Edhe pozita e drejtë dal. Haxhi Musa, kur ta e devio topi. Ka shkelur në këmbën e Majt. Kjo është momenti. Por natyrisht vendimi. Minuta 72 me njerë në konsultim me VAR-in. Zhdari Alban Shala. Konfirmohet me gjas. Penaltia. Erion Sadriu e ka marrë përgjithësinë. Vjen sinjalizimi. Sadriu goditja. 2-1. Feriza e rikthehet në lojë 17 minuta para fundit. E qëlloj transfer. Kjo është goli i treti kësaj ndeshje i pari për Ferizajasit. Pasimi në dhellësi, Margono kontrollon topin para Erion Sadriut.
Provon të mprovo tani Dugaxhini. Në fazën e sulmit në pjesën e dytë tek Saferizaj ka mundur të shënë edhe gola të tjerë. Dy super mund plana. Rin ta kthej topin te Margano. Qajnë vendimet e palejuar dhe protestoj ashpër pas ka se unë dëshkua me karton të vetë. Por edhe skuadra të evitoj pas 26 parasitjeve, vetëm një asist e ka Elton Bastri, shënon Dugaxhini me anë të kapitenit. Goli mundësi për Haxhi Musën atje. Goditja plagë është edhe kjo nga Labjani, 2 minuta shtesë kanë kaluar. Do t'jetë pjesë Superligës edhe për edicionin e ardhshëm. Dugaxhini Ismet Munishit ka fez në 18 qershori. Dugaxhini fiton